Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Në ditën e 5 të rinumërimit të votave për qarkun e Tiranës, Partia Demokratike vijon të humbas vota, ndërkohë që Partia Socialiste dhe Nisma Shqipëria bëhet afrohen më tepër. Deputeti Aslan Dojani ka kundërshtuar vendimin e Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve, duke paralajmëruar kallëzim në SPAK për manipulim votash. Procesi i rinumërimit të rreth 500 kutive të votimit në Tiranë po vazhdon me ritme të ngadalta dhe tensione të forta politike. Partia Demokratike po përballet me një humbje të thedhuar të votave, ndërsa Partia Socialiste dhe Nisma Shqipëria vijon t'i afrohet në garë. Deputeti i Partisë Demokratike Aslan Dojani ka reaguar ashpër kundër vendimit të Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve për të konsideruar si të pavlefshme fletët e votimit që kanë shenja jashtë kutisë së përcaktuar. Ai akuzoi procesin për manipulim dhe tha se do të kallëzojë rastin në SPAK, duke publikuar dhe video që sipas tij provojnë vjedhjen e votave. Hajde shite se e qartë. Ashtë më ruhet për policinë parë, hajde shite, nëse pa qartë vota, vjetë vota tjera në kretë policinë. Po për presion me policinë. Vjedhi vota. Hajtuto. Nuk është herë e parë, gjitha të vota më keni vjedhë dhe tani. 4-5, 4-2, 4-5, në të gjitha kutit e votimit. Do të mos u tallni me votat e qytetarëve. Sepse kemi ditë e natë që rrimë tu. Hajde shime si ka shpreh vullnetin. Hajde shime si ka shpreh vullnetin qytetari. Nga ana tjetër, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kandidati i Partisë Demokratike që ka humbur më shumë vota është Ilir Ali Mehmeti, ndërsa ka Partia Socialiste, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha po humbet gjithashtu vota në rinumërim. Koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës rezulton si fitues kryesor në procesin e rinumërimit. Pavarësisht këtyre luhatjeve të numërimit të votave, deri më tani nuk ka mandat që të rrezikojë humbjen sipas rezultateve të deritanishme. Seanca e rinumërimit po zhvillohet në Pallatin e Sportit Varie Hoti në Tiranë, ku një numër i konsideruar shumë votash është padhur i pavlefshëm. Procesi pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim, ndërsa tensionet politike dhe pretendimet për manipulim mbeten të larta, duke paralajmëruar një përplasje të mundshme ligjore. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se videot që sipas tij dëshmojnë parregullsi të rënda në zgjedhjet e 11 majit janë dërguar në grupin parlamentar të Partisë Popullore Europiane në Këshillin e Evropës. Ai paralajmëron se betejë do të shtrihet edhe në Kongresin dhe Senatin Amerikan. Opozita shqiptare po përshkallëzon përpjekjet në arenën ndërkombëtare për të shpadur të pavlefshme zgjedhjet vendore të 11 majit. Sali Berisha njoftoi se video të konsideruara prej tij si prova flagrante të manipulimit zgjedhor janë dorëzuar këtë të hënë në grupin parlamentar të Partisë Popullore Europiane në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës. E paraqitura në tempullin në grupin parlamentar të Partisë Popullore në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës ishin shokuese për audiencën. Tani zhvillohet debati në cilat zgjedhjet janë, thash dhe njëherë, zgjedhje që s'kan të bëjnë me standardet europiane siç konstaton. Por kryedemokrati nënvizoi se kjo nuk do të jetë ndalesa e fundit. Ai deklaroi se provat e pretenduara për manipulime do të çohen edhe për te oqeanit në Kongresin dhe Senatin e Shteteve të Bashkuara, si edhe në parlamentet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Të opozitës, faleminderit. Këto prova do të çohen kudo, në Kongres, në Senat, në parlamentet vendeve anëtare, në institucionet të kombëtare, me një dallim. Normal është të shkohet me raportin përfundimtar, se ku shkohen që të merret permanent me një problem nuk e ka. Dhe kjo është arsyeja që në shumë vende ku duhet të ishin këto prova, akoma nuk janë, sepse duhet finalizohet raporti dhe të jenë pjesë e raportit përfundimtar. Por janë aty ku duhet, ku ekziston debati për këtë çështje. Debati zyrtar, ku zyrtarisht ekziston debati për këtë çështje. Për shembull, diskutohet raporti e këto me radhë. Kjo është. Në një tjetër publikim të bërë sot, ai shfaqi video të reja ku sipas tij komisionerët votonin në vend të qytetarëve dhe manipulonin procesin. Kriminali elektoral me uniform komisioneri e nxjerr prap votën. Nuk ndalet.
Komisioneri e kontrollon fletë të votimit para saj ta hedhë në kutitë të votimit. Përsëri, ky është votimi, fytyra e votimit. Atë ditës komisionerët votojnë në emër të zgjedhësve. Kjo është. Burdhoni. Ai bëri thirrje qytetarëve që të ngrihen për të mbrojtur të drejtat e tyre dhe për të mos lejuar, siç e quajti ai, uzurpimin e vullnetit të tyre me votë. Kuvendi i Shqipërisë prezantoi këtë të hënë platformën e re i legjislacion, një mjet digital që synon të përmirësojë cilësinë, transparencën dhe aksesin në procesin ligjvënës. Kryeparlamentarja Elisa Spiropali e cilësoi si një hap të rëndësishëm për demokratizmin dhe digitalizimin e punës parlamentare. Platforma i legjislacioni u lançua në një event zyrtar ku kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali theksoi se kjo iniciativë shënon një revolucion në mënyrën e funksionimit të legjislacionit shqiptar. Ajo përshkroi platformën si më shumë si një program kompjuterik, duke konsideruar atë si një vizion në një proces ligjvënës më cilësor, transparent dhe më të aksesueshëm për publikun. E nënvizoj këtë sepse e-legislation është më tepër se një program kompjuterik. Është zbatimi një vizioni të ri për një proces ligjvënës më cilësor, më efektiv, më të hapur, më të aksesueshëm nga publiku dhe më të besueshëm. Po hedhim një hap të ri për të afruar qytetarët me kuvendin, për të ndërtuar ura komunikimi ndërmjet institucioneve dhe për të vendosur teknologjinë në funksion të demokracisë. Për herë të parë në Kuvendin e Shqipërisë do të kemi akte ligjore të konsoliduara që përmbajnë të gjitha ndryshimet ndër vite në një version të vetëm e me qasje për të gjithë. Në ceremoninë e lançimit morën pjesë edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, i cili nënvizoi rëndësinë e kësaj platforme për rritjen e besimit të publikut në institucioneve parlamentare. Masat që po ndërmerren do të fokusojnë besimin e qytetarëve tek institucionet. Kjo është thelbësore për pavarësinë e kuvendit dhe rolit i kryesor në procese të rëndësishme, përfshirë negociatat, u shpreh Gonzato. Platforma i legjislacion do të mundsojë që kuvendi dhe qeveria të komunikojnë në një sistem të përbashkëm teknologjik, të sigurt dhe me standarde të larta, duke përmirësuar ndjeshëm efikasitetin dhe transparencën e procesit ligjvënës. Ministria e Punëve të Jashtme ka finalizuar me sukses evakuimin e 4 qytetarëve shqiptar nga territori izraelit me përshkallëzimit të konfliktit në lindjen e mesme. 2 prej tyre janë larguar përmes Jordanisë dhe 2 të tjerë përmes Egjiptit në një operacion të koordinuar në disa shtete partnere. Në një operacion të dytë shpëtimit të ndërmarrë nga autoritetet shqiptare, 4 qytetarë shqiptar janë evakuar nga Izraeli, vendi përfshirë prej disa ditësh në një përplasje të armatosur me Iranin. Të evakuarit, sipas informacioneve zyrtare, ndodheshin në territorin e Izraelit për arsye pune dhe familjare. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani konfirmoi lajmin përmes një postimi në rrjetin e tij social. Ai falenderoi autoritetet izraelite, jordaneze, egjiptiane dhe ambasadën austriake të Tel Avivit për bashkëpunimin e ngushtë me përfaqësitë diplomatike shqiptare në Tel Aviv dhe Kairo. Vejojmë të ndjekim me përparësi çdo rast të qytetarëve shqiptar që kërkojnë ndihmë nga institucionet tona në rajon, shkroi kryediplomati Hasani. Evakuimi i fundit vjen ndërsa situata në Izrael edhe më gjerë në lindjen e mesme mbetet të tensionuar, me 22 qershor shpërthyen sulme të rënda me raketa të lëshuara nga Irani, të cilëve ju përgjigj edhe Izraeli, ndërsa në orët e para të mëngjesit të së dielës në konflikt u përfshin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat bombarduan 3 centrale bërthamore në territorin iranian. Ky është operacioni i dytë i evakuimit që Ministria e Jashtme shqiptare organizoi për shtetasit që ndodheshin në bllokatën në zonën e konfliktit. Autoritetet shqiptare kanë deklaruar se janë në gatishmëri të plotë për të asistuar qytetarët të tjerë që mund të kërkojnë ndihmë në ditët në vijim. Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur pas mesnatës në lagjen Perlat Rexhepi në Shkodër. 49-vjeçari Paulin Fusha, i njohur për precedentët penal, dyshohet se ka qelluar ndaj një 26-vjeçari pas një konflikti. Policia është vënë në ndjekje të autorit, ndërsa viktima ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në qytetin e Shkodrës, ku një konflikt i çastit mes dy personave ka përfunduar në përdorimin e armës së zjarrit. Ngjarja ndodhi në lagjen Perlata Rexhepi, ku sipas policisë, biznesmeni 49 vjeçar Paulin Fusha dyshohet se qëlloi në drejtim të riut Jozef Çeka, 26 vjeç. I riu u transportua menjëherë drejt spitalit rajonal ku mori ndihmën e parë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas të shtënave, autori është larguar nga vendi i ngjarjes dhe aktualisht është në kërkim nga forcat e rendit. Grupi hetimor që kanë përritur në vendngjarje ka nisur menjëherë mbledhjen e provave materiale dhe dëshmive të para. Janë sekuestruar gjithashtu kamerat e sigurisë së zonës për të ndihmuar në identifikimin e lëvizjeve të autorit dhe sqarimin e rrethanave të konfliktit. Paraprakisht dyshohet se ngjarja ka ndodhur si pasojë e një sherrri verbal mes biznesmenit dhe të riut, që më pas ka përshkallëzuar në përdorim armësh. Paulin Fusha nuk është emër i panjohur për autoritetet. Ai ka qenë më parë i arrestuar në vitin 2013 në kuadër të një operacioni antidrog, duke rezultuar me precedent penal. Ndërkohë, strukturat e policisë së Shkodrës vjojnë punën për lokalizimin dhe kapjen e autorit, ndërsa hetimet janë në vijim për zbardhjen e plotë të motive dhe rrethanave të ngjarjes. Një aksident rrugor në mesditë në zonën e Skelës në Vlorë ka degeneruar në një akt rëndëdhune, ku një drejtues automjeti ka goditur qëllimisht makinën tjetër pas përplasjes fillestare. Fatmirësisht nuk ka të lënduar, por dëmet materiale janë të konsiderueshme. Një ngjarje e pazakon dhe e rrezikshme shënuar këtë mesditë në qytetin e Vlorës, konkretisht në zonën e Skelës, ku një aksident mes dy automjeteve ka kaluar përtej rregullave të qarkullimit dhe ka përfunduar në një përplasje të qëllimshme me mjete. Sipas të dhënave të para, pas përplasjes fillestare, njëri nga drejtuesit e mjeteve nuk ndaloi për të sqaruar situatën, por në mënyrë të qëllimshme ka vijuar të godas me makinën e tij tip Benz automjetin tjetër, duke e nxjerrë në rrugë së bashku me shoferin brenda. Për fat të mirë, drejtuesi i mjetit të goditur ka arritur të dalë në kohë nga makina dhe nuk ka psuar lëndime fizike, ndonse të dy automjetet kanë psuar dëme të mëdha materiale. Në vendngjarje kanë mbërritur me shpejtësi forca të shumta policie, të cilët kanë bërë të mundur shoqërimin e menjëhershëm të drejtuesit agresiv për në komisariat, ndërsa po hetohet por rrethanat dhe motivet e këtij veprimi të rrezikshëm. Policia ka nisur procedurat për referimin e çështjes në prokurori, ndërsa ngjarja ka shkaktuar shqetësim të qytetarët për mungesën e përmbajtjes në rast të konfliktesh rrugore. Pas 3 vitesh hetime, prokuroria e Fierit ka përfunduar dosjen për vrasjen e Erion Javori, duke çuar për gjykim dy vëllezërit Kreshnik dhe Agim Gashi, të dy të akuzuar si autor të krimit. Në të njëjtën çështje janë proceduar penalisht dhe 3 persona të tjerë për veprime ndihmuese ndaj autorit. Dosja për vrasjen e ndodhur në 7 dhjetor 2023 në Fier është përmbyllur dhe tashmë ka kaluar në duart e gjykatës. Sipas njoftimit zyrtar të prokurorisë së Fierit, dy vëllezërit Kreshnik dhe Agim Gashi akuzohen për veprat penale, vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i municionit. Ngjarja e rëndë ndodhi në lagjen e 16 prillit në qytetin e Fierit, vetëm pak metra larg banesës së viktimës Erion Javori. Ky i fundit, duke qenë i armatosur, tentoi të kundërpërgjigjet ndaj agresorëve, por njëri nga plumbat e pistoletës së Agim Gashit e kapi në kokë, duke marrë jetën në vend. Sipas hetimeve, pista kryesore që çoi në ekzekutimin e Javorit lidhet me një konflikt banal të mëparshëm mes tij dhe Agim Gashit, që kishte mbetur i hapur dhe i pazgjidhur. Dyshohet se ky konflikt është përshkallëzuar në një përballje të armatosur me pasoja fatale. Përveç dy vëllezërve Gashi, në këtë çështje janë përfshirë edhe 3 persona të tjerë: Recep Puka, i cili akuzohet për përkrahje të autorit të krimit, një shtetas me iniciale AL për moskallëzim krimi dhe shtetasja EX për deklarim të rem para oficerit policisë gjyqësore. Erion Javori, i cili u vra në moshën 34 vjeçare, është Nipi Mendi dhe Demir Backës, dy figura të njohura për autoritetin e tyre në Fier. Medi Backa u vra gjatë masakrës së Levanit në vitin 1997, ndërsa Demir Backa u ekzekutua në qendër të Fierit në tetor 2021 me një tjetër ngjarje të rëndë që tronditi opinionin publik. Pritet që procesi gjyqësor ndaj autorëve dhe bashkëpunëtorëve të nisë në javët në vijim, ndërsa familja e viktimës kërkon drejtësi për të afërmit e tyre. Me temperaturat në rritje në disa zona të vendit janë shfaqur vatra zjarri, 7 janë rastet që janë raportuar deri më tani, prej të cilave 5 janë shuar, ndërsa 2 vatra vijojnë të jenë aktive në Himar dhe Kukës.
Shtimi i temperaturave ka sjellë rritjen e rasteve të zjarrit në natyrë dhe disa rajone të Shqipërisë. Autoritetet kanë raportuar shumë vatra zjarri, nga të cilat 5 janë plotësisht në lagjen Mudhiri Art në Delvin, fshatin Alarup të Pogradecit, rrugën e Elbasanit në Tiranë, fshatin Ril në Lezhë dhe fshatin Mala në Mirdit. Megjithatë, 2 vatra zjarri vazhdojnë të jenë aktive dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, njëra në fshatin Dhaman, Himar dhe tjetra në fshatin Kolsh në Kukës. Në përpjekje për të kontrolluar situatën në terren, janë angazhuar 3 automjete zjarr fikse dhe 12 efektiv të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit në Himar, si dhe 40 efektiv të forcave të armatosura nga Gjirokastra, të cilët operojnë në 4 automjete transporti dhe helikopter. Mbështetjen e kanë dhënë edhe 30 forca shtesë nga shërbimi pyjor, ndërmarrja e shërbimeve publike Himar në njësinë administrative rreth Himar, Hor, Vranish dhe Lukov për të garantuar fikjen e plotë të zjarreve dhe shmangjen e përhapjes së tyre në zonat e tjera. Autoritetet apelojnë qytetarët për kujdes maksimal gjatë këtij sezoni dhe ngren vigjilencën për të parandaluar përhapjen e zjarreve të reja. Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë vend grumbullimin e mbetjeve urbane në lagjen Myq, Mamës të Kukësit. Flakët dhe tymi kanë mbuluar një zonë të gjerë, duke ndikuar negativisht në cilësinë e ajrit dhe jetës së banorëve. Një vatër zjarri ka përfshirë vend grumbullimin e mbetjeve urbane në lagjen Myq, Mamës në Kukës, duke krijuar një situatë vështirë për banorët dhe autoritetet lokale. Flakët janë përhapur me shpejtësi në një perimetër të gjerë, ndërsa tymi i dendur ka mbuluar jo vetëm zonën përreth depozitës, por edhe pjesë të qytetit, duke ulur ndjeshëm cilësinë e ajrit. Ekipet zjarr fikse kanë punuar intensivisht dhe vijojnë të jenë në terren për të ndaluar përhapjen e zjarrit duke përdorur mjete, ujë dhe forca shtesë. Megjithatë, vatra e zjarrit mbetet aktive dhe sfida për fikjen e tij vazhdojnë. Banorët e Kukësit shprehen të shqetësuar duke theksuar se kjo situatë përsëritet çdo vit dhe që tymi i dëmshëm prek sidomos fëmijët dhe personat e moshuar. Ky është rasti i tretë brenda 3 viteve që fusha e mbetjeve digjet, çka ka ngjallur dyshime për zjarrvënie të qëllimshme. Prefekti i Kukësit ka bërë me dije se zjarri është vendosur nën kontroll dhe nuk ka rrezik për përhapje në zonat pyjore përreth, por hetimet paraprake nuk përjashtojnë mundësitë e qëllimshme të ndezjes së zjarrit. Ngjarja ka rikthyer në vëmendje mungesën e një plani që qëndrueshëm për menaxhimin e mbetjeve në Kukës dhe nevojën për investime serioze në infrastrukturën e trajnimit dhe depozitimit të tyre, si dhe një monitorim të vazhdueshëm të sigurisë së ambientit. Policia e shtetit ka intensifikuar kontrollet në zonat bregdetare në kuadër të operacionit Plazhi i Lirë. Në Golem është konstatuar një hapësirë publike e zënë në mënyrë të palishme me rreth 100 çadra dhe shezlong, ndërsa janë proceduar penalisht 3 persona përgjegjës për shkeljen. Operacioni Plazhi i Lirë ka vijuar me intensitet përgjatë vijës bregdetare me qëllim lirimin e hapësirave publike të uzurpuara pa leje nga subjektet private. Në plazhin e Golemit, policia ka zbuluar një zonë të zënë në mënyrë të palishme, ku ishin vendosur 100 çadra dhe shezlong, duke kufizuar aksesin e pushuesve në vijën e detit. Sipas njoftimit zyrtar, materialet janë sekuestruar, ndërsa ndaj 3 personave është nisur procedim penal për pushtimin e hapësirave publike pa autorizim. Strukturat e policisë deklaruan se operacioni do të vijojë në të gjithë vijën bregdetare për të garantuar një sezon turistik të drejtë, të lirë dhe të sigurt për qytetarët. Ndërkohë, kontrolle janë zhvilluar edhe në Durrës dhe Golem për verifikimin e nivelit të zhurmave që vijnë nga muzika dhe zona turistike. Janë testuar disa lokale dhe ambiente të tjera ku sipas policisë matjet kanë treguar se volumi i zërit ka qenë brenda kufive të lejuar me ligj. Policia e shtetit bën thirrje për respektimin rigoroz të orareve të përcaktuara për muzikën në ambientet e hapura dhe paralajmëron se kontrollet do të vazhdojnë në bashkëpunim me Inspektoriatin e Mjedisit dhe Pushtetin Vendor për të garantuar një sezon veror sa më të qetë për pushuesit dhe banorët. Ecimi të tjera zhvillime kalojmë në informacionet nga rajoni. 4 muaj pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, Kosova vijon të mbetet pa institucione të reja. Përpjekjet për konstituimin e kuvendit kanë dështuar sërish pasi seanca e 36 të radhazi përfundoi pas një vendim duke thedhuar ngërçin politik dhe krizën institucionale. Vendi mbetet në blokadë institucionale, pasi edhe përpjekja e 36 për konstituimin e kuvendit të Kosovës ka dështuar. 4 muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, mungesa e një marrëveshjeje politike midis partive parlamentare ka bllokuar formimin e organeve drejtuese të legjislativit. Çështja kryesore që ka sjellë këtë ngërç është emërimi i kryetarit dhe nënkretarëve të kuvendit. Kandidatja e lëvizjes Vetëvendosja Albulena Haxhiu,
nuk ka arritur të sigurojë shumicën e nevojshme prej 61 votash në votimet e hapura. Ndërkohë partitë opozitare PDK, LDK-AK dhe Lista Serbe nuk kanë propozuar ende përfaqësuesit për komisionin që do të mundësonte zhvillimin e një votimi të fshehtë siç e parashikon procedura për dalje nga situata. Ekspertët e së drejtës kushtetuese kanë ngritur alarmin për keqpërdorimin e boshllëqeve ligjore nga ana e partive, duke akuzuar klasën politike për mungesë vullneti dhe papërgjegjshmëri institucionale. Sipas tyre, bllokimi i funksionimit të kuvendit nuk është më çështje teknike, por krizë thellë politike. Seanca e radhës është thirrur për ditën e mërkurë më 25 qershor, por pritshmëritë për arritjen e një marrëveshjeje janë të ulëta duke qenë se asnjë nga palët nuk ka sinjalizuar gatishmëri për kompromis. Ngërçi në kuvend ka lënë në pritje formimin e qeverisë dhe miratimin e ligjeve kyçe në një kohë kur vendi përballet me sfida të shumta të brendshme dhe me presion ndërkombëtar për të garantuar stabilitet dhe funksionalitet institucional. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 24 qershor do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me mot kryesisht të kthjellët në zonat bregdetare dhe të ulëta, ndërsa në zonat malore parashikohen vranësira kalimtare dhe rreshje të izoluara shiu në orët e pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 28 gradë Celsius në ulësirën perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond, ndërsa në bregdet era her pas here do të jetë më intensive, deri në 14 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët nga 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 13 deri në 27 gradë Celsius. Kukës 12 deri në 25 gradë. Peshkopi 11 deri në 24 gradë Celsius. Tiranë 15 deri në 28 gradë. Durrës 16 deri në 27 gradë. Kavaj 15 deri në 27 gradë. Elbasan 14 deri në 27 gradë Celsius. Berat 14 deri në 28 gradë. Korç 11 deri në 23 gradë. Vlorë 17 deri në 26 gradë Celsius. Gjirokastër 16 deri në 28 gradë. Sarand 17 deri në 27 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 24 qershor do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm, me kthjellime të shumta në pjesën më të madhe të territorit, por në zonat juglindore dhe ato kodrinore priten vranësira kalimtare dhe rreshje të lehta pasdite. Temperatura minimale do të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior verilindor me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond dhe në disa lugina deri në 11 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 10 deri në 25 gradë Celsius. Podujev 10 deri në 24 gradë. Skënderaj 10 deri në 23 gradë Celsius. Pej 11 deri në 25 gradë. Prishtinë 10 deri në 26 gradë Celsius. Gjakov 11 deri në 25 gradë. Malishev 11 deri në 24 gradë. Gjilan 10 deri në 25 gradë. Ferizaj 10 deri në 25 gradë Celsius. Kaçanik 11 deri në 24 gradë Celsius. Suhare 12 deri në 24 gradë. Prizren 11 deri në 25 gradë Celsius.
Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, mirë takofshim.